Skënderbeu, jo si shmangi pamjes, aq të tmeruar. Të të përvajshme të kërdisë së vetë, qofse se lindë turpi, nuk deshte të kthej më në vendin e orhyre, të para atan, dhe për të përtëritur lotut dhe as që i bënd të zëmra, të blifte të vdekur, ata që s'mundi, i shpëtonde për së gjalli, por me qenë se ushtarët dhe farëpisit e vrarve, ankoheshin me të katër anët, se nuk duhet të mbeteshin të paktën pa u varrosur reshtat e njerëzve të vetë, e të ulieshin e gërsirave dhe shpendave ku fomat e në të freskta. Lëshoj rrugë gjithë dëshirave të tyre, për të mos dhunuar vullnetin e vegjërisë, duke i quajtur atë nder varimit të kot me gjithë se jo të papëlqyer. Pastaj, me qëllim që ata, të cilët po vraponin të nderonin të tjerat, të mos hynin ndoshta në hak vetvetes, dhe të mos i shtonin në vend që t'i hiqnin kufomat me trupin e vet. Po të shkonin pa rregull apo në numër të pakët. Datoi për këtë punë mos se 7.000 burra nga më të zgjedhurit e forcave që i kishte me vete, për t'i ruajtur nga dhunimet e armiqve dhe nga sulmet e tyre të qytetit, dhe për t'i kthyer prapë shëndoshë mirë. Jo dy tyre, bashkë me kujdesin për ushtrinë. Ju besua dhe ula në dorë Tanushin, i cili e kërkonte me gjithë shpirt, sepse përveç të tjerave, kishte hall për trupin e mikut dhe eshtrat e mozakës. Prandaj, edhe u largua me një herë nga Skënderbeu, duke marrë rrugën për në Berat, pa flamuj, pa ndonjë stoliu luftëtar. Dimitri atakoi Skënderbeun, që po kthehej në Kruj, bashkë me të tjerat, pothuajmë në hyrje të qytetit. Qyteti ishte derdhur nga çdo anë dhe kishte dalë kudo për t'i pritur, sepse megjithëse që e kishte mësuar me kohë njerimin e vet, ka lajmtar të ndryshëm, dhe veçanërisht për të plagosurit që Skënderbeu kishte dërguar përpara. Menjëherë pas kërdisë që pësoi, ishte një farë dëshire të mirët, e t'i merrnin vesh më mirë të gjitha nga ata që po vinin, për arsye sidomos, sepse të tjerët kishin thënë shumë gjëra të papajtueshme, dhe të pasigurta, e sepse besonin që me praninë e Skënderbeut mund të ngjalleshin edhe të vdekurit dhe të ktheheshin prapë. Gratë, burrat dhe pleqt, pa asnjë dallim, duke dalë në çdo hap ushtarëve përpara, dhe duke i zënë një palë nga rrobat, një palë nga duart, pyesnin shpesh me zë të përvajshëm për vëllezërit, burrat dhe fëmijët e dashur. Dhe disha u shkëputnin me pahir shkakun e zisë dhe të pëtrimit të tjerët, cili po vinte shpirtin e vend, nga lajmi i pashpresë sërve, duke marrë pjesë në zinë e përgjithshme. E përjashtime, veç të atyre që i kishin të vetët para syve, dorse pa dikur gëzim, të vërtet dhe të qëndrueshëm, sepse kthimi i rishtas për në qytetin e Beratit ishte shkak frike dhe rikthimit të papërë.